analistat e profilizuar për çështjet politike, për çështjet problemet në shëndetësi, a nuk është koha që edhe tek shqiptarët pakës të punohet, se roli i analistit është shumë i rëndësishëm, sa i detekton problemet apo e jep një pasqyrë të qartë të problemet, por mungon çaj profilizimi. Po, ka edhe të ne ka nisë, do me thonë kemi në raste, sidomos të shqiptarët e Maqedonisë, analistë ekonomikë të mirë, shumë të mirë, do me thonë që janë, edhe Visar Ademi, edhe ka disa, do me thonë që janë për mashallah, shkathojnë edhe që janë kontribues edhe në pjesën e opinionit maqedonisht, i keni pa, do me thonë shpesh edhe janë përpikt edhe sen, po këtu ka një problem tjetër që prap da kthejt e varfëria e opinionit, po edhe te kjo puna e mos kalimit kufive, do me thonë se shkaku i varfërisë, ai mandej qëllon ai tash mos sjell me shembull, po ta vazhdojmë krahasimin që e thatë, qëllon që atë ditë tjetë kujdestar ginekologu edhe ai të lexojë rezultatet, do me thonë edhe për meshkujt, edhe për femrat, edhe për fëmijët gjakut, pse i di ato, për anatomisë përgjithshme, mund t'i dije disa ashtu, disa sene, po ai tek e fundit nuk mundet me dhënë diagnozën, edhe e kalon atë. Edhe e treta që njësoj, do me thonë tash mos foli vetëm për vete se mu më ka ndodhur krejt këto, po do me thonë shkaku i eksperiencës edhe përvojës në këto sidhes, ndodhë që kalohet kufini në këtë rast. Mu më ka ndodhë për shembull që më kanë pyet diçka në emisionet, ku më thonë nuk di. Edhe ai u shtank. Sa si se di. Po thash jam baba Vangja, unë me ditë të ardhme. Pyetshin diçka për ku ta di rezultatin. Do me thonë unë muna me t'i tregu prej pozitës analistit, muna me t'i tregu këto. Ato pritjet të ardhmen, ne nuk mund të ashtu. Ne mund të tregojmë po trajektorinë se ka janë duke u zhvillu proceset. Po si do përfundojnë ato, një zot e di, edhe unë e bile tekstualisht, ju thash ishte një emision maqedonisht, thash, unë nuk jam baba Vangja me dita, do me thonë baba Vangja është ajo profetja bulgare e famshme për kësi punë, do me thonë si parashikuse. Se pat këtë shumë njerëz i kanë besuar. Po, derivon edhe ende sillen ato, ajo edhe Nostradamusi janë prej më të citumve në atë batilin e krejt atyre parashikimeve, po du me thonë ka me si shprehje ajo që du me thonë nuk mund të ku ta di unë të hish në kaull me dikan ose të parashikojsh diçka, po prej pozitës analistit ti nuk mund të thush që ku ta di unë vleni ka me marrë që ka që komuna, bëdia që ka që komuna, se nuk ke ashtu diçka, do me thonë mund vetëm. Atë ne këtë shpesh e gjem, këto kaq do t'i marrin, këto kaq do t'i... Po, do me thonë... A është kjo rezultati asoj që ato e din çka ndodh prapas skenës? Jo, në tavolinë apo? Shifa, do me thonë, pozita analistit është të vreje ka po shkojnë trendet, ka po shkojnë sen. Po, me thonë ti për di ashtu, dush me pas një matje, për shembull, edhe ajo matje duhet me konë respektabile. Do me thonë, të ajo puna e anketave, hulumtimit të opinionit publik, edhe mandej mundesh me thonë që këto trende pe të regojnë ketë, këto trende pe të regojnë ketë, po exit polli, marginat janë këto, të gabueshmërisë e tjera me radhë, edhe këto.